Pa për në tjetë për lymin, aman, se po kënaqemi sot. Por kjo historia Duranës, o Lyma, që foli Benametaj, Tigri, para sa ditësh. Kjo është një... Se emrin e ka erotik, duhet thënë. Bashkimi Durrësit e Tiranës, Durana është emër erotik. Po. Tingëllon erotik, pra është i bukur. Dhe nëse është Gjavzotaj. Nuk ka rëndësi se ku e se. Nuk shkojnë të dyja bashkë, dhe Durana dhe Gjavzotaj, sigur nuk shkojnë shumë. Po me që Durana është erotik, i zoti Gjafa, si i zoti. Gjavzota është Gjafa, i zoti i Duranës. Pra dhe e për këtë pyetje, vetë që ti më thoshe këtë batut. Po dhe... Kjo është një mini shtet mrena Shqipërisë. Qa dim për këtë? Me që nuk bën një shtetin Bektasjan, kjo ka bërë shtetin Duranja. Jaguar. Po. Nuk është puna vendit që ku është. Jo, po është bosh, është fush bosh. Dakor. Ky ka shpallja 30 hektar atje tokë, nga kjo 28.728 kilometra që kemi ne, e ka bërë vend si ishut Kajman, si Qipro, pra parajs fiskale. Po projekti është që të ndërtojnë atje, zyra? O pingat e sherës kam për ndërtu këtu. Lutë ndërtojnë atë? Po, janë registru në DNI-n të ime rreth 70 biznese. 74? Po, 70, thashtu, se s'jam... Nuk ka rëndësi? Gysi e di eksakt, se Gysi ka registru. Cili Gys? Agasi. Okej. Sepse Gysi ka pat kryuar shoqatën e bizneseve që do të registrohen në ishujt Kajman Gjavzotaj. Bukur. Dhe nuk mund të... Ose në Silicon Valley Gjavzotaj, Durana po. Pra nuk mundet do të registroshe drejt për drejt si biznes ti në këte parajs fiskale, këtë copë shtetit vogël mrena Duranës, Durrësit e Tiranës. Dhe kjo bëjë që mos paguajnë taksa këto biznese? 5%. Varianti i Dubajt, mas 2020, se deri në 2020 Dubaj ka pas 0 taks. Dhe këtu figurojnë të registruar biznese që i kanë zyrat në blok. Normal. Problemi është që duhet ke zyrat tje. është me detyrim. Në ligj që a thot. Se në ligj nuk e ka këshu. Si se ka ligj? E ka dhe ose. Si dhe ose atërë, për qëfar u bo kjo? Dhe këta i kanë registru, të 7 biznese i kanë zyrat, në planin 3D një e kanë 4-6, një në 4-8, najer. Bravo. Se së shëndërtu atje. Mjafton që... Janë kryesisht firma që punojnë me akshin këto të gjitha, prandaj quhet park teknologjik. Është bërë për pjesën e firmave të reja, që do të bëjnë inovacion dhe teknologji informacion. Tip start-up është me i fjallë. Pra, Bill Gates-at shqiptar. Bravo. Infosoftët e mëdhenj, këta menjet e ndritura që do të zhvillojnë teknologji shqiptare jashtë botës. Edhe ka rrujt lekse, si që është shoqata e ekspertve kontabël, është shoqata e stomatologëve, është shoqata hidrokarbureve, është dhe kjo shoqata e gysëramave, që do të registroheshe ke kjo shoqata e këti për të qenë pjesë e parajsës fiskale të ky ishulli Ermal Beqira më duke Kajman Durana Gjavzotaj. Dhe ka bëjt copë shtetin vete atje, dhe ka qua atje 70 biznese që kanë qenë nën kontraktorë. Virtualisht i ka qua. Ate janë registruar, thjesht. Kjo ate kanë një në Alidem, një ke Kafja Remës, një në Praka, që po biznese që rrujnë lek nga akshi. Nuk dim se kjo është e para një viti, nuk dim a kanë përfituar në gjë nga kjo, a ka përfitime fiskale në ndërkohë që po flasim? Do të shkres drejtorisë për gjithë. Duhet me verifiku, po. Të bësh kryqëzimin e 74 bizneseve, që janë të regjistruar këtu, ti të është lutëm, filani, sa tatim kanë paguar, do të thonë që s'ka paguar se këta janë në offshore, në ishit offshore të Gjavzota Duranës. Perlësh. Dhe sa lek kanë gjiruar këta 74 biznese, sa kanë marrë nga buxheti i shtetit dhe sa kanë gjeneruar nga kursimet, nga tarot ose nga buxheti tyre për të zhvilluar teknologjinë e madhe në Gjavzotaj. Pyta. Pra është një... Ti thua është mashtrim i radhës? Dhe përfitim... është letësim. Letësim fiskal. Është që ky ju jep tendra nga akshit nëpërmjet variantit tendra sekret, se akshi është... është kaq e qartë. Bëjmë një gjiro... Në një vend që mos paguajnë 5% tatim fitimit. Paguajnë sa të paguajnë? 5%, po 0 kanë për të paguajnë. 0. Dhe i kanë gjithë zyrat, po të shikojshtin katët e syve tyre që t'ju dalin se s'ka katë e iqët. Në 3D? Po, në 3D. Jo, është ajo situata, është ajo situata që pandaj në foto. Po, parë kullosin gomarë gjithë ditë në ti? Gomerë, po. Vetëm gomarë kanë morë zyra. Po në i lopë? Ja, se besoj nuk lanë gomarë i lopë.